Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjën së Britsjapi. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është take note. Vëri re shenjat që po të dërgohen të dashur Britsjapër. Kjo letër të kujton diçka thelbësore. Përgjigje që kërkon tashmë po vinë tek ty. Por ndoshta je kaq e zënë duke kontrolluar çdo gjë, duke menduar për hapat e ardhshëm sa nuk po i dëgjon. Take a note do të thotë vëri re gjërat, sinjalet, të fton të ngadalsosh, të heshtësh zhurmën e jashtme dhe të dëgjosh qetësinë. Kur them këtë e mendoj gjithmonë. Jeta apo universi po të tregon sinjale, ndoshta përmes ëndrave, fjalëve të njerëzve, momenteve që përsëriten, apo ndjesive që ndjen pa arsye logjike. Të dashur Britsjapër, mos i injoro. Kjo nuk është periudhë për veprim të menjëhershëm, por për vëzhgim të kujdesshëm. Si një ndërtues i vërtet, ti di të krijosh struktura të qëndrueshme, por para se të ndërtosh më tej, duhet të dëgjosh se çfarë të thot realiteti yt tani. Ndoshta universi po të thot të ndalosh një rrugë që s'të shërben më, ose po të drejton drejt një mundësie të re që se ke parë sepse ishe shumë e fokusuar te rutina. Fillo të shikosh më thellë. Gjërat nuk janë rastësi. Britsjapi ti e ke forcën për të ndërtuar çdo gjë, por tani ke nevojë të ndërtosh nga qartësia, jo nga zakoni, të dashur. Vëri re sinjale që janë duke të ardhur. Universi është duke i dërguar në mënyra të ndryshme. Ato janë më të vlefshme se çdo plan i bërë me nxitim. Pra, fjalët që duhet i mbani mend të dashur Britsjapër i është apo janë: heshtja ime nuk është bosh, është vendi ku universi më flet. Sepse ai univers ka diçka për t'ju thënë.